E rëndësishme kryesore në këtë mes është që SPAK për herë të parë hapi dosjen Vlorë. SPAK gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë i përqendruar Elbasan, Durrës, Lezhë. Vlora, edhe pse qyteti me më shumë vrasje në si zonë, me më shumë vrasje në dekadën e fundit, kishte mbetur pa u hetuar ose më sakt pa u goditur në një lloj forme. E nisi me Ines Hajrullajn. Kjo është një bonus i madh, do t'i thosha unë, për t'i sjellë atij qyteti disi një qetësi në një formë duke i larguar nga ky qytet, sepse tashmë ata do të kenë masa sigurie ndaj tyre. Deri më tani ata nuk e kishin të vështirë për të jetuar në qytetin e Vlorës. Pra ne mund të flasim dhe mund të ka legjenda në rrugë për shumë vrasje të kryer nga ky grup. Problemi ishte që deri më tani ata nuk kishin asnjë mas sigurie ndaj tyre. Dhe jetonin të lirë, pavarësisht se njerëzit që i kërkonin ishin ata që kanë hasmëri të thella me ta. Ines Hajrulla, mbase, duhet të jetë njeriu që ruhet më shumë në Shqipëri, me një shpenzim të jashtëzakonshëm për ruajtjen e tij fizike, makina të blinduara që gjithmonë janë në autokolon. Ajo që më ka bërë përshtypje është që dikush vetëm me një pistolet me silenciator në momentin e fundit pretendonte të kryente në ujin e ftohtë një vrasje të tij, e cila mu duk jashtëzakonisht e tepruar sepse nuk mund ta gjeje dot në këtë pikë. Ajo që është tjetër, në banesat e tij, tek ajo bloku Oslo që quhet atje, policia nuk ishte hyrë kurrë. Kjo është herë e parë me kërkesën e SPAK. Po sa vite kishte ky si aktivitetet gjithë? Po që nga 2018 pra, që kur 2018 ai kishte marrë një forcë të jashtëzakonshme. Po nuk në mos gabojmë ishte 32 vjeçar, më lër ta konfirmoj. 85 ose 86. Po duhet ta rikonfirmoj edhe një herë tek 85. 35, Më i ri. Me një aktivitet jashtëzakonshëm, por kryesisht duhet kuptojmë Vlora aktivitetin e saj kryesor e ka trafikun e drogës. Pra, të gjitha përplasjet aty që kanë shkuar dhe deri këtu. Është 34 vjeçar, ende nuk i kanë mbushur. Pra, shumë i ri është i datëlindjes 92 dhe djali një biznesmeni, Robert Hajrulla, që ka ndërtuar edhe pallatet. Dhe ka ndërtuar dhe pallatet, ashtu është njohur. Gjithmonë ka filluar në momentin në 2015 kur është bërë atentati i parë ku humbi, ku ka pati dhe probleme të njerëz prej gjymtyrëve, aty filloi dhe të ruaj në pjesën e vet, deri në atë moment nuk ka qenë i njohur. Paka shumë detajet u tha nga Klodi dhe Sokoli, por ajo që shoh si problem në gjithë këtë historinë e goditjeve të grupeve kriminale dhe kryesisht tashmë duke qenë që jemi në Vlorë, është që po flasim për ngjarje të vitit 2020 dhe 2021 dhe kam përshtypjen që të gjithë grupet kriminale tashmë e dinë se çfarë kanë bërë në Skaj dhe ne flasim këtu që pse nuk arrestohen drejtuesit e tyre, por drejtuesit e tyre tashmë kanë marrë masa sepse e dinë se çfarë kanë porositur dhe çfarë kanë folur në Skaj ECC. Në këtë rast dyshohet që Ines Hajrulla ndodhet jashtë vendit prej disa kohësh në fakt dhe kam përshtypjen që të tillë lajme do të kemi për herë sa i takon hetimit, sa i takon Skaj ECC, pasi drejtuesit e këtyre grupeve kriminale, pjesa më e madhe e tyre tashmë nuk ndodhen në Shqipëri. Ka vetëm një gjë, nëse ai ndodhet në një nga vendet, është futur me pasaportën e tij. Nëse ndodhet jashtë, arrestimi do të kryhet. Sidomos po të jetë në Dubai, arrestimi do kryhet sa për formë. Besoj që nuk është në Dubai. Kështu që mendoj që gjitha informacionet e fundit kanë sa për formë arrestimi në Dubai, pavarësisht se ne kemi filluar të kemi marrëdhënie shumë të ngushta me Emiratet e Bashkuara Arabe tani dhe ajo është çara e miti që në Dubai nuk ekstradohesh. Unë mendoj që tani në shpallje në kërkim ndërkombëtar do ta ketë të vështirë. Nuk është shumë e vështirë për t'u kapur në raste të tilla me ato paraqitje që duhet i ketë bërë, kalon tek direkt te telefoni kuq për numrin e lartë të krimeve për të cilat akuzohet. Kështu që mendoj që është çështje kohe arrestimit i tij. Çështje kohe arrestimit të tij, unë do të kam dhe një pyetje tjetër për ju ndërkohë koleg. Kush do të jetë pas rënies së prodës dhe ndryshimeve të menjëhershme në Policinë e Shtetit, kush do të jetë drejtori i ri i policisë?
është hapur gara për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, pas shkarkimit të Ilir Prodës. Zonja Lala, kush janë emrat në garë? Dini gje apo jo? Po janë bërë publik. Janë bërë publik. Sot janë bërë publik, janë 16 emra, për herë të parë kemi edhe 2 gra në 16 apo është garë. i zgjedhur? Është i zgjedhur ajo apo janë 16 që dojnë vërtet? Tani, ju e dini që drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit e zgjedhë Edi Rama. Duke qenë se ishi dhe në iftarin e kryeministit, mund ta kishit pyetur edhe do na jepni ju përgjigje në rastin konkret, megjithatë. Po ti edhe këtë merr vesh kush mbledhet në për iftar. Po e vajta mos të ta ftojnë në emision. Patjetër, absolutisht. Nuk kam asgjë kundër. Nuk kam asgjë kundër dhe duhet të vit ja për shpjegimin dhe të bëj transparencë, absolutisht. Dhe duhet, sidomos tani që kanë ngjarje për të diskutuar. Ti më vesh kaq shpejt ti këtë. Po se të në një transmetim, në një kronik të pash në një nga pamjet. Kjo ishte, domethënë që e mora vesh. Nuk është se... Jo më mirë. Kështu që rastësisht pash edhe disa nga kolegët. Po nuk të regon ai tani që... Ne ke ardhur të thua çka në ambasadat me portin ti. Jo, ambasadat kanë 35 vjetë që merren me... Ka pas mundësi me Për te shakaz, zoti Rakipi, ju e dini që unë kam qenë një zëj fort kundër Ilir Prodës. Asgjë personale me të, përveç fakti që... S'ka akuzunja? Jo, asgjë personale me të, përveç fakti që policia shtetit u shndrua për fat keq një band kriminale. Vjen keq që e them dhe e kam thënë në mënyrë të përsëritur, po koha do më vërtetoj. Okej, jemi okej. Tani, ai është larguar dhe në momentin që dikush bie, nuk besoj se është më arsyeshme të vazhdoj të flas për ato çfarë ka bërë Ilir Proda. I kam thënë gjitha, kështu që nuk besoj, s'dua ta përsëris më Ato që veten. na kanë nxjerr Sky në atë periudhë, s'ka qenë drejtori Proda, kështu që... Po nuk e thash në ato kontekst. Hajde, jo, po mos vetemi këtu se... Atëherë, në garë janë besoj 14, sepse 2 gratë nuk përmbushin kriteret për faktin në këndvështrimin tim, sepse nuk janë brenda radhëve të policisë. Pse nuk i kanë? Po kanë të drejtën të konkurrojnë. Po kanë thënë vetë gratë, se këtu mund të vej kush doje. Po. Ne mund të shkonim aty. Unë jo, po ju. Por do skualifikoheshe për shkak se ligji thotë duhet të jesh brenda radhëve të policisë, pra duhet të jesh aktiv në radhët e policisë. Kështu që kjo është gjëja. Tani në garë ka emra interesant, nuk është se nuk ka emra interesante dhe mendoj që është një garë që nëse do të jetë një proces i drejtë dhe transparent dhe nëse kryeministri do të ketë vullnetin për të patur një drejtor që e mbledh policinë e shtetit, unë mendoj që aty brenda ka zyrtar policie që e bëjnë policinë e shtetit. Kështu që emrat janë publik, fillojnë që nga Neritan Albati, që nga Tonin Vocaj, që nga Lorenz Panganika, Skënder Hitaj, Alfred Qepe Aranit Arapi, Afrim Tafa, Elidon Qela, Gentian Berberi, Gentian Shehaj, është Plumë Seferi. Ojda nene të kemi thirë në thuash kush fitoni, jo në më recitosh gjitha emra. Ta dinte ajo do ishte në iftar me Edi Rama. Dy i diti. Ore, iftar nuk të regona, iftar e di ka për këshu.